Të nderuar teleshikues, sot kemi ardhur me kamerat tona në studion e profesor Altin Bulit. Është vendosur në Kanada prej rreth 2 vite e gjysmë, në Toronto ka akoma dhe më pak dhe megjithatë brenda një kohe shumë të shkurtër e gjejmë në profesionin e vet atë të muzikantit dhe të mësuesit të muzikës. Ardhja jonë këtu pra ka këtë qëllim që të përgatisim një portret televiziv për Altin Bulin si muzikant dhe si pedagog. Profesor Altini, mirë se të gjeta këtu. Faleminderit edhe mirë se keni ardhur. Njerëzit e muzikës, sidomos, kanë një hapësirë të veçantë në emisionin ton. Rasti juaj është një rast fatlum, sepse vërtet varfërohet Shqipëria nga njerëz të aftë, në rastin konkret tuaj në fushën e muzikës, por pasurohet komuniteti shqiptaro-kanadez. Meqense se unë nuk kam shumë informacion edhe vetë, paktën për aspekte biografike tuaja, do të desha që bisedën ta fillojmë pikërisht me disa element biografik. Patjetër. Cila është origjina juaj, profesor? Origjina ime sigurisht është shqiptare. Sigurisht është shqiptare, po. Nga cili qytet i Shqipërisë ose cila zonë? Unë jam nga Kavaja, edhe tek ai qytet kam edhe hapët e parë, domethënë, marrëdhënien apo kontaktin me muzikën. Jam falënderues edhe për atë qytet, sepse jo vetëm unë, po për çudit fatit mund ta themi, po fatit të mirë. Kavaja ka prodhuar shumë nga arti dhe kultura, figura që kanë bërë histori në Shqipëri apo edhe përtej. Cila ka qenë më ndikuesja nga këto figurat Kavajës? Janë shumë kurioztar. Të them drejtën, unë e kam dhënë historikun tim Mustafa Krantin. Kam pas fatin që të bëj shumë orë përgatitje me profesor Mustafajin. Përgatitesha për në Universitetin e Arteve, atëherë, por faktikisht rrjedhat na u ndryshun edhe unë shkova në Rumani, por atje kam konkuru me përgatitjen e profesor Mustafa Krantis. Po në muzikë, kush ju futi? Kush ju përfshiu? Në muzikë, besoj dhe ti kujtohesh për ato festivalet e fëmijëve që çdo qytet i kishte, edhe që në Kopësht kam marrë pjesë në çdo vit isha në për festivale. Si solist, këngëtar, sepse si duket ato që merreshin me organizimin e festivaleve, muzikantët, që atëherë ishin mësues, po tani unë kam kolegë, shok, kanë pa që kisha dhëna të mira pjesë, domethënë këto elementet muzikore që i themi ne, një vesh të mirë melodik, një vesh të mirë ritmik, etj. Sepse faktikisht kur je fëmijë, nuk e ke aftësinë që ti ta dallosh veten në pikpamje të talentit, themi, apo jo. Duhet të jetë dikush më profesionist, më i rritur, që të kuptoj ke një fëmijë prirjet që ka edhe pastaj ta drejtoj në atë që duhet. Kështu që kam qenë nga vaj, pastaj rrjedhat kanë qenë nga Kavaja vazhdova liceun në Durrës, liceun e muzikës. Përpara se të vazhdojmë me të mesme dhe me të lartën, nuk i dëgjova ti përmendni prindet se kanë qenë shtytje, besoj edhe ato, ose për kraje. Babi ka qenë piktor. Edhe, domethënë, jam rrit me një frym artistike në familje, dhe prindit kanë qenë një shtys jashtëzakonisht shumë e madhe. Jo shtys, po edhe shumë suport. Domethënë për atë që unë vazhdova. Edhe pra ato ishin të parët që morën sinjalin që fëmia ka të dhëna të mira në pikpamjet muzikës, dhe ato pastaj më mbështetën që unë vazhdoja. Pastaj ka qenë, domethënë, insistimi im duke u rritë dhe duke kuptuar më mirë gjërat, ndjehesha mirë, ishte diçka e imja. Në Shtëpinë e Pionerit e filluat si këngëtar, po në liceun e Durrësit pastaj? Në liceun e Durrësit
atëherë kam pasje me konkurs, konkurova, edhe kam qenë për filharmonik, po në liceun e Durrësit aty fillojnë këto bazat e para të formimit, themin e të formimit përgjithshëm. Pra, marrëdhënie me solfezhin, me historinë e muzikës. Pra, këto janë elementë që të duhen për që ti jesh më i kompletuar. Por gjithsesi liceu është edhe për nga fazat e arsimimit themi, është ajo shkalla e parë. Po, patjetër. Pastaj shkolla e lartë ose universiteti ta themi, në Rumani. Kam pas fatin, po, ta bëj në Bukuresht. Pse e përmendni këtë, e theksoni keni pas fatin? Ka qenë shkollë e mirë. Fatin sepse, domethënë, duke i bërë një analist tash më mbrapa, unë kuptoj që më vërtet kam pas një fat mirë. Ishin vitet e para mbas demokracisë, edhe fillun këto lidhjet, disa shkonin në Itali, student, disa në Francë, ishin me shumë pakica atëherë, se jo komunikimi, vizat këto. Dhe Rumania kishte bë një marrëveshje, nuk e di, diçka e tillë. Edhe unë njoftum që ishte kjo një rrugë për të shku dhe për të vazhdu. Po padyshim me konkurse dhe kjo, se fusha jonë kërkon vetëm konkurs. Po, patjetër, meritokraci e pastër. Edhe atje vitet më të bukura të jetës mund të them. Plus e para herë që po shkoja në një shtet që po diqim nga Shqipëria dhe tjera gjëra ishin. Ishte dalja juaj e parë jashtë Shqipërisë? Po, e para. Viti 93. 93-94. Edhe 18 vjeç, mos gaboj? Po. Pastaj për nga ana e formimit profesional ishte mund të flas me superlativa. Kam pas fatin të kem profesor. Kjo më shumë është është ky komuniteti jonë që njihet, studenti Çilibidake, Sergio Çilibidake, ishte profesori që unë kisha. Ka pas qenë dirigjent në Berlin, ishte me Karajanin. Do më thonë, një herë Karajani, një herë Çilibidake, dhe gjithë eksperiencën ishte me origjinë rumune ky Çilibidake. Gjithë eksperiencën ja dha studentëve të vetë, dhe unë isha pjesë një nga studentët Çilibidakes. Por jo vetëm kjo. Pra aty kisha dhe kontakt me shumë kulturat ndryshme, se aty vinin edhe kishim dhe student japonez për shembull, apo nga ish Bashkimi Sovjetik, besoj, nga vendet satelite, më pak, po kishte, domethënë, kishte goxha komunitet ndërkombëtar. Dhe pra ajo ka qenë faza më e pjekurisë profesionale, themi, të arsimimit. Në pikpamjen e arsimimit. E keni përjetuar si shok kulturor? Fillimi ishte pak i vështirë. Gjua pak, sepse ishte edhe problemi i gjuhës, po si shqiptar që jemi, domethënë që i marrim gjëra shumë seriozisht edhe me shumë vendosmëri që ku e kam atë pikën që duhet ta kap edhe e kapim. U integruam shumë mirë, të them drejtën. Jo vetëm unë, po se ishim shumë shqiptar, të degëve të ndryshme. Dhe kjo ka qenë lidhja e parë që ne kishim, bënim ditëlindje, organizoheshim, plus pastaj në pikpamje të shkollës, nga viti i tretë unë fillova të jem pjesë edhe e koncerteve të orkestrës shkollës. Pra si dirigjent. Edhe më ka dhënë një kënaqësi të papërshkrueshme. Domethënë, dirigjent akoma student. Kjo ishte. Pra, fusha e specializimit në Rumani ishte dirigjent të orkestrë dhe kori. Pra, unë jam diplom, ky është titulli im. Sa vjet zgjati programi? 5 vite ishte si program shkolle. Kishim dhe një vit gjuhën që e kishim të obligueshme, them se nuk shpëtonim dot pa atë. Ajo diploma ka qenë qeshja mbitor. Pse? Po sepse unë nuk e prisja, domethënë. Atje i bënin
provimet apo këto të diplomimit i bënin në formën e një koncerti, pra ishte shumë si shfaqe. Pra unë dirigjoja, violinisti lunte violin, muzikologu uleshe në salë dhe mbante shënim, bënte atë punëve të muzikologit. Pra ishte një saggio. Bravo. Ishte një saggio për secilin për antarët të orkestrës. Dhe kam marrë me rezultate shumë të mira. Dhe kjo diplom, dhe kjo përgatitje ju shërbeu pastaj për të... Jashtëzakonisht më shërbeu shumë. Për të riintegruar në Tiranë, në Shqipëri? Unë prap kam pas fatin që t'integrohem shumë shpejt në Universitetin e Arteve. Pra në Akademinë e Arteve të hershme, ta themi, se sot ka titull tjetër, Universiteti e Arteve. Po. Edhe aty u adaptova shumë mirë. Mora një mbështetje shumë të mirë edhe nga stafi pedagogjik që ishte aty. Por, jam shumë i pastër, i qetë apo i bindur me veten time që isha dhe mirë, pra nga ana personale, që justifikova veten të isha aty. Edhe pra këto janë ato frytet e arsimit jashtë ku unë isha. Kronologjikisht si do të përmblidhej karriera juaj si muzikant në Universitetin e Arteve? Në sa vite? Në Universitetin e Arteve unë kam fillu në 2003, edhe i bjen 23 vite gati. Okej, deri para se vija këtu. 21 vite të themi. 21 vite, edhe atje kam prek shumë, domethënë si nga ana e arsimimit, pra sepse ishim të detyruar që të bënim lëndët që kishim, por dhe nga ana personale, pra kisha një orkestër, edhe çdo vit domethënë po të shikosh këtu janë, nuk e di, as 30% të koncerteve që kam bë si me orkestrën e Universitetit të Arteve, me orkestrën e televizionit, me operan, pra të kanë qenë bashkëpunime, sepse unë isha në rangun e profesorit dhe dirigentit të Universitetit të Arteve. Të them të drejtën, kur kam parë videot në YouTube, të cilat po i transmetojmë tani edhe në ekran, si ilustrim, kam thënë çdo ky njeri këtu në Kanada. Nuk e di, po i maj e shënim këto që ma bëshin këtë pyetje, po pastaj nuk i majta më shënim se më bën shumë. Edhe e kam një përgjigje. Gjithmonë ne kërkojmë të ndryshojmë veten për më mirë gjithmonë. Pra, unë më vërtet erdha këtu. Okej, nuk direkt të filloja profesor si që isha atje, po me ngullën, patjetër fillova dhe hapa këtë studio, sepse çdo gjë mund të bëj këtu, po këtë ditë bëj më mirë. E qartë. Edhe po ka ardhur edhe si antar i një familje, domethënë ka ardhur bashkë me familjen. Bashkë me familjen. Dhe besoj që vendimi për të shpërngulur në Kanada është kolektiv. Po. Dhe nuk i shërben vetëm karrierës tuaj. Pra, e vendosëm si familjarisht domethënë këtë vendim, nuk ishte vendim i lehtë, ishte i vështirë, të them drejtën, por kam ato pikësynimet e mia që shpresoj t'i arrij. Do flasim edhe për ato. Po kur erdhët këtu në Kanada, gjetët mbështetje? Gjeta mbështetje. Okej, unë këtu kam një familjar që Kush është? Kam një motrën time që e kam një suport shumë të rëndësishëm. T'ja themi emrin, është mirë t'ja themi emrin, pse jo? Blerina, apo jo? Po, Blerina. Po. Edhe Blerina bashkë me familjen, se ato janë tash një familje shumë... Todi, familja Todi. Po. Edhe, po, krahas motrës, kam fillu të deportoj në për festa familjare. Dhe kam pa një dashamirësi, si nga ana njerëzore të them, po ashtu edhe nga ana muzikore. Pra, njerëzit kërkojnë diçka të bukur, diçka, nuk po themi superlative klasike, por diçka të bukur. Dhe mundohem që t'ja jap këtë bukurën me gjithë bagazhin tim që kam,
Po pa bërë lëshime në cilësi besoj. Ja, cilësia... Edhe duke... Cilësia është formati. Unë ju kam dëgjuar, prandaj e them këtë. E them më shumë për ta dëgjuar... Cilësia është formati, do të thonë nuk dalë dot. Gjithse kush i vesh xhaketën që i vjen, do të thonë. Kështu që edhe unë mundohem gjithkohon që t'jem aty ku duhet. Në cilësinë e këngëtarit dhe të pianistit në shumë raste, apo jo? Po. Ose të tastieristit, më mirë them. Po, shoqëruesit. Pianos elektrike, shoqëruesit. Po. Ajo pyetja që më bëre ke pas këtu atë mbështetjen. Mbështetjen kam qenë te studentët mi. Kristian bisedum pak më para. Ato i kam pas edhe një mbështetje shumë të mirë. Jemi të vetëdijshëm kur kanë ardhur shqiptarët këtu e kanë pas të mundur që të kenë një orientim në fusha të caktuara të themi apo qoftë edhe në jetën e përditshme. Kështu që për mua kanë qenë një orientim shumë i mirë për nga ana muzikore, edhe jam falendërues për gjithë. Në këtë vend, cila është ajo gjë që ju pëlqen më shumë? Më pëlqen se vendimi ishte familjar. Edhe ky vend është shumë familjar. Edhe unë e pëlqej shumë. Domethënë, pjesa me familjen, si duket koha, domethënë ta jep atë mundësinë që t'jesh shumë me familjen. Kjo është karakteristike e çdo familje që emigron. Domethënë, forcohen lidhjet, shtrëngohen rradhët, si themi. Pastaj fillon me kalimin e brezave, ky vend nuk është edhe aq miqësor me familjen. Po kjo është një temë shumë e gjerë edhe ndoshta nuk i takon kësaj hapësire. Por unë e kuptoj shumë mirë që në vitet e para familjet shqiptare këtu kanë qenë kështjella e çdo emigranti. Apo jo? Po. Te ju kush është krye kështjellari? Për momentin unë e kam marrë timonin. Po, edhe bashkëshortja ime, Maria. E kam pas suport për çdo gjë. Do të thonë, si nga ana e rrjedhës familjare, themi, po ashtu dhe nga ana profesionale. Do të thonë, kam edhe atë një kritik në zemër ndonjëherë, kështu se më bën kritika edhe me vend, po unë nuk du t'i pranoj ndonjëherë, po ka drejt ajo, po. Po nga fëmijët tuaj, djali dhe vajza, merret dikush me muzikë? Kam 2 fëmijë, Natalinë dhe Mateon. Sa ishim në Shqipëri, të dy unë i kam dhënë orientim muzikor. Pra Natali ka bërë piano, kurse Mateo violinë. Natali deri në gjimnaz e vazhdoi pianon, pastaj t'jemi të vetëdijshëm, gjimnazi pastaj është pak më kërkon orë studimi, thellimi, etj. Edhe kishte të pamundur, por edhe sot po tulet në piano Natali lun shumë mirë. Kurse Mateo me violinën, Mateo e ka dhe violinën këtu, e kemi marrë me vete, edhe tani janë në aspektin e hobit, domethënë nuk e kanë prioritet, pra siç e kishin në fillimet e para. Por kam dash gjithmonë që ato mos kenë atë piksonimin që babi muzikant, edhe unë do t'jem, pra t'jetë ajo vazhdimësia, apo. Ja, por e kanë marrë në ajër. Por është e rëndësishme që fëmijët e mi, pra duke fillu tek fëmijët e mi, por çdo fëmijë duhet ta ketë në kulturë ose në formim një instrument muzikor. Pavarësisht piano, violinë, nuk ka rëndësi instrumenti. Një instrument muzikor duhet të jetë patjetër për një fëmijë siç ka matematikën, siç ka gjuhën apo lëndët e tjera, ta ketë dhe instrumentin. Në pikpamje të hobit apo në pikpamje dhe më të thelluar, pak rëndësi ka, i ngelet pastaj fëmijës kur rritet etj. Por sepse muzika është, do të thënë, i ka të gjithë elementet.
ka dhe anën shpirtërore, ka dhe atë anën matematikore të themi, se ne jemi ka ato 1 dhe 1 masat e këto i kemi, domethënë ritmet. Kur janë fëmijë, ato i mësojnë në mënyrë të pavetdijshme, por i ngelet, edhe kur rriten, pastaj i ndikon, domethënë i hapen ato folderat që i ka archivu, edhe e ndihmon jashtë mase. Pastaj muzika është kënaqësi, domethënë për çdo kush, njerëzit këndojnë në rrugë, ambiente, evente, gëzime familjare, pra ditë këndoj, kjo është gjë tjetër, po ai këndon për shembull. Dhe kjo është, po ndjehet mirë me veten, pra muzika e ka këtë efekt, ta jep këtë fuqi. Si organizoni ju një orë mësimi? Unë kam patë rast të bisedoj edhe me muzikantë të tjerë që japin mësim fëmijëve shqiptar, po jo vetëm fëmijëve shqiptar, edhe të komuniteteve të tjera. Dhe një nga vështirësitë që kam konstatuar ose dëgjuar prej mësuesve është që fëmijët shpeshherë vinë edhe pa dëshirë, janë prindët që i sjellin në një orë mësimi. Juve si ja bëni mësimin më interesant? Keni në një teknikë ose cili është stili juaj mësimdhënies? Për pjesën e parë të pyetjes, atë që prindit i detyrojnë, unë nuk mund ta përkufizoja me fjalën detyrim, pra, por sepse fëmijët shpeshherë thonë edhe nuk du të ha. Do ta lëm pa ushqyer. Pra, nuk e thash fjalën detyrim me ngarkesë negative. Jo, e kuptova. Po, në sensin fëmia, pra fëmia nuk do. Fëmia nuk e ka qef pianon, po prap prindi e sjell. Sa është fëmijë nuk kupton akoma dhe nuk vlerëson mirë sigurisht gjërat apo situatën. Sepse është fëmijë dhe deri aty shkon. Prindi ka eksperiencë, ka formim, ka shumë element që tek fëmia i vet të imponoj në sensin pozitiv të themi, një rrugtim. Jo me patjetër muzika tjetë profesionale të themi. Ose ardhmja profesionale. Ardhmja profesionale. Kënjelet dhe hobi. Po duhet tjetë, për mendimin tim, duhet tjetë patjetër në, pra si që ka matematikën, të ketë dhe muzikën. Si që ka dhe gjuhën, ka dhe fiskulturën, apo jo, në këtë sens. Se fëmijët kanë qef të shkojnë për futboll, për shembull, apo në lojra sportive. U duket pak më e thjeshtë ndoshta, pak më argëtuese. Dhe po t'i kthehem pjesës dytë të pyetjes, pra si e bëjnë në orën e mësimit, nga ana teknike un kam një metodë amerikane që është shumë e thjeshtë, shumë praktike, nis me gjëra të vogla. Pra, se është dhe kjo një pjesë që kur i jep më shumë fëmijës material, ai mundohet pastaj ndoshta i vjen bëhet boring, si e themin edhe e mërzitshme edhe nuk por gradualisht. Kam pas një kënaqësi në dhjetor, kishim një koncert me fëmijët e klasës dhe ja vura kështu si me detyrim ta themi që për Krishtlindje apo vitrit kemi koncert. Dhe ndryshe nga pra ajo metoda që ne bëjmë javë për javë, mora vetëm repertor Krishtlindjesh. Edhe atyre duke interesante. Gjërat vogla thjeshta, pra jo të vështirësisë, pra gjithsekush të atij niveli që është çdo nxënës, dhe ju dukte interesante, pra edhe Krishtlindjet po vinin, ato po mësonin diçka për Krishtlindjet, dhe kështu. E qartë. Metoda është e rëndësishme, pra metoda që përzgjidhet, dhe mënyra, pra graduale, duhet të jetë graduale, dhe her mas here koncert. Sepse dalja në publik. Po të bëj një paralelizëm me futbollin, ato bën një javë stërvitje, nga mjesi deri në darkë, për 90 minuta të dielën që i shikojmë ne. Apo jo. Kështu që i ndihmon edhe dalja në publik, bravo. Familiarizimin me skenën. Në një farë mënyrë certifikim, por është dhe kënaqësi.
jo certifikim në sensin që ato do marrin një sigurisht. benefit, por benefiti më i madh për ne muzikantët një dorë trokitje është sa emocioni që jep dorë trokitja nuk ka çmim. ashtu. Si vlerësoni ju marrëdhëniet me komunitetin? Në të ardhmen me fjalë, si e shikoni mësuesin e muzikës Altin Bulin në themi 5 vitet e ardhshme? Çfarë synoni se e thatë që keni vënë disa piketa? Po. Cilat janë ato? Nga pikpamja profesionale. Nga pikpamja personale e imje, unë do mundohem që të kap një orkestër ose një grup të vogël kor. Pra, ky është qëllimi im. Pra, mos jetë shumë ai vakumi ose pjesa e shkputjes. Por dhe hapja e studios, domethënë më bëri që ta kap trenin më shpejt. Pra, pikësynimi im është të kem një koncert, të konsoliduar, por unë po mundohem që ta bëj me komunitetin shqiptar. Repertor shqiptar. Keni fillu përpjekjet? Unë i kam fillu përpjekjet, nuk është e thjeshtë, është pak e vështirë. Nga fillohet nga sponsori apo nga element të tjerë, nga përbërësit e korit? Duhet pak, domethënë mbështetja e sponsorëve duhet sepse si kudo, muzika klasike është pak, nuk po them klasike, po këngët në Shqipëri për shembull, në kam pas një sukses të jashtëzakonshëm me romancën shqiptare. Edhe një shembull, për shembull, këngë po ti jemi romantike bashkë ne të dy, do të na shikojnë me dhe jo siç është në partiturat profesionale që mund tani gjejmë edhe në televizor apo në këngëtar ndryshëm, por e sjell në një mënyrë më artistike. Me kor? Jo me kor, mund të jetë 1, 2, 3 solistë edhe një orkestër themi që e shoqëron. Në Shqipëri kisha një sukses të jashtëzakonshëm me këtë romancën shqiptare. Dhe interesi ka qenë i jashtëzakonshëm. Si për repertorin, pra repertor me perlat e muzikës shqiptare, po edhe me atë repertor që godet publikun. Pra se unë kam shumë dëshirë bëj Mozart, më kupton. Por shpeshherë duhet që të jemi duhet vesh i stërvitur, duhet publik i zgjedhur. Bravo, duhet të jemi në të njëjtën vale me publikun. Dhe ishte një çelës shumë i mirë që rastësisht kam përshtypjen që edhe këtu do funksionojë shumë mirë. Dhe ka etje për një muzikë të pastër, shumë e drejtë, qytetare, shqiptare këtu. Shumë e drejtë. Na mbyti tallavaja në çdo mbrëmje, jo vetëm repertori që luhet, por edhe zhurma, volumi nëpërmjet të cilit serviret muzika. Tavolina e ngrënjes do i ketë gjitha asortimentet. Do i ketë. Dhe është dhe përzgjedhja. Është mirë që më vjen rasti dhe ta them këtë edhe për organizatorë të tjerë që na dëgjojnë, që t'i lejojnë njerëzit që paguajnë ato biletat me çmimet e kripura, t'i lejojnë që kur të ulen në tavolinë ta dëgjojnë njëri tjetrin. Sepse nuk vin aty vetëm për shumë i bindur edhe me atë intuitën time që rrallë herë gaboj. Romanca shqiptare do jetë një sukses. Unë marr përsipër t'i bëj të gjitha vetë, pra merrem që me shkrimin e partiturave, me hartimin e koncertit, e vokalit, e të gjitha provave. Pa hy shumë thellë te romanca shqiptare, mund të themi me dy fjalë, a kanë autor këto këngë? Se shpeshherë njihen kështu si këngë qytetare, disa kanë autor. Disa nuk u dihet. Disa nuk u dihet. Por prap ku janë formuar këta autor? Çfarë formimi kanë patur këta? Ka Tonin Arapi për shembull. Ka perla, romanca si gjini muzikore, është goxha, domethënë ka atë pozicionin e vet në hierarkinë e gjinive muzikore. Profesor, kur kthehesh në Shqipëri, besoj se shkon. Po. Për vizitë. Po.
Kë quan shtëpi Tiranën apo Kavajën? Unë Kavaj kam shokët e fëmirisë, kam fisin ta themi, ato kushërinjtë e mi, po në Tiranë pastaj kisha atë, s'ta them, bazën më të fortë, sepse aty u përqendrova edhe me angazhimin nga ana profesionale edhe jetësore, të themi. Nuk i ndaj dot. Domethënë i kam të dyja shumë të rëndësishme. Unë jam Tiranë, po shkoj edhe në Kavaj. Ose jam Kavaj, prap duhet shkoj edhe në Tiranë. Okej, këto 2-3 vitet e para të mia kam shku, nuk i kam taku do të gjithë, të them drejtën, se ndryshe i shikon gjërat kur je atje, ndryshe kur je këtu dhe shkon atje. Po i maj kontakte me kolegët, me miqt. Mbetesh optimist. Po. Kjo është. Mbetem optimist edhe për këtu. Po, këtu jam jam goxha optimist. Vjen shumë mirë, siç e thash në fillim, që peizazhit artistik shqiptaro-kanadez i është shtuar një emër me vlerë si juaj, edhe unë ju uroj nga zemra vetëm suksese, mbarësi dhe shëndet juve dhe familjes suaj të mrekullueshme. Falenderoj, edhe ishte surprizë po kur më kontaktove që për intervistën, edhe u gëzova jashtë mase. Dhe thash, pasqyra shqiptare pasqyron, edhe është një dritare shumë e mirë për të sjellë në vëmendje, pra çdo arritje të një individi apo të një shoqërie, të themi. Bravo për punën, edhe se di, besoj do kemi edhe intervista tjera. Patjetër. Mezi presim ti bëjmë publike nismat tuaja. Edhe një herë suksese. Faleminderit. Faleminderit. Ishe kënaqësi. Faleminderit.